të reagime të shumta në skenën politike. Ajo tha se data 28 dhjetor për zgjedhjet ishte caktuar duke marrë parasysh praninë më të madhe të diasporës në vend. Ndërkohë në publik janë komentuar edhe takime dhe aktivitetet të presidencës gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit me anëtarë të lidhjes demokratike të Kosovës. A janë sinjale afrimi dhe çfarë do të vendosë kushtetuesja për shpërndarjen e kuvendit? Këtë çështje diskutojmë me një panel ku të ftuar në studio kemi mikun e emisionit tonë zotëria Zdren Shala. Kënaqësi të jesh me ne zotëri Shala. Faleminderit shumë. Në lidhje direkte do ta kemi në këtë moment edhe zotëri Sali Rexhaj. Zotëri Rexhaj, gjithmonë kënaqësi të jemi në Kosova Today. Kishim e një më. Po, do ta dëgjojmë për pak, por e rëndësishme është që zotëri Rexha po na dëgjon neve. Përshëndetje për juve dhe për Azdrenin. Përshëndetje zotëri Rexha. Shoh mikrofonin Sali se na tranove. Mirë, në fakt, çfarë u pa dje nga intervista e presidentës Vjosa Osmani, konfirmoi se datën 28 dhjetor kishte bërë, si do të thoshte edhe Kurti, për hatër të Kurtit. Por besun e pash, edhe ja nisi me marrë keq hera parë një temë për to. Edhe kjo ma konfirmon ato që e thash para një Fakt pa të deklaruar edhe para 28 dhjetor që po të vjen keq se si ka ra prej zotëri Kurti. S'ka ka era e parë. Qyre Kron, është mirë me bo analiza pak, jo me folë sipas qefit. Absolutisht. Na erën e fundit që kesh në Kosovë Today, jem konë ullën ku është jehona, unë ju thash, nëse tash këto opozita është në qatë deregje, sa që shpreson që përmes kësaj Vjosa Osmanit, përmes kësaj etikete, kanë me mujtë Albin Kurtin, e kanë gabim. Ajo me dje e kreu. Pra doli, tregoj me këtë naivitetin e vetë, ato që si shdash kur mi ka ullzue. Për pjeki e sipër, por me dëmtu e gjëja Albin Kurtin, ajo e tregoj sa e dopt është vetë. Pra, prej rezultatit, prej ataj datës e zgjedhjeve, e shumë elementet tjera, tregoj sa është e padijshme, edhe sa pak ka mësue nga ky bashkëpunim 5 vjeçar me Albin Kurtin. Imagjinoni, mes tjera shta, sa ato që e ka bo datën, nuk kom dilema, na kemi caktuar, e kemi folë bashkë e të jona politike, që data është direkt qysh i ka pëlqyer Albin Kurtit, Vjosa Osmani e ka bo një shpërblim. Sa shera parë, deri në fund i ka shërbyje. Çështja tjetër, kur e pash të thonë që mu Kurti më ka thonë jam presidentja ma e mirë e shekullt 21. Edhe kjo e kish pa marrë seriozisht. Tash para menoni çfarë presidente kemi pas na. Për kur e ka pas fjallën, edhe për cilin vend është shtrohet pyetja, se nëse ka pas fjallën për Kosovë, kena pas 2 presidente. Jo, pas e ka pas nivel vendor. Besoj që e ka pas fjallën për në historitë Kosovës, presidentja ma e mirë e shekullit 21. Para menoni, domethënë, deri në qatë nivel, qatë naive e kemi pas na presidentën që po shkon shqyr, sa me besu që kjo me një moment caktum ka me mbrejt interesin e vendit. Pra mu merr keq për to, mirë po ata që kanë shpresuar të performanca e saj, që përmes kësaj kanë me mujt me zvoglu ose me mund Albin Kurtin, e kanë gabim. Çka po du me thonë këtë në fund është kjo, që problemi i opozitës, tashmë bashkë me Vjosa Osmanin, këta po veprejnë ad hoc, aty për aty. Ndërkohë Albin Kurti e ka një plan. Nëse e keni pa dje, kur ka dalë njoftimi i presidentës për në emision të Qim Peka që e pat, komentet në konkret negative, qatë flusk sapuni që e diskutuam para një 3-4 ditë bashkë, që këtë moment, kjo flusk e asi Albin Kurti arrin me rekuperue, edhe ka me ta shpërthyje këtë flusk sapuni, ka me bëmu do keq Vjosa, e që e ka nisë propaganda e linqimi. Vjosa Osmani se ka fuqim për ta dëmtuar Kurtin? E hupi, për 3 ditë do më thonë, komplet, tash këmi ka dhe diçka të përneshme nga presidenca, për 3 ditë e humbi kret qatë respekt që e pat, ka shi Kurtit. Pra Kurti arti që me rekuperu. Pse? Se këta kanë struktur, këta jo. Por me gjithë është e të mërshme se çfarë fushate po bëhet në mërcaj. Burimet tona thonë se në këto momente, naturisht Kroni mund të ma konfirmoj këtë, Alit Geci është duke u intervistuar nga organet e rendit për atë që e ka thënë nga prokuroria. Dikush ka prit ma mirë për Albin Kurtit, kjo të regon që na po kemi qef mu rrejnit. So është hera e parë. Disa herë unë i kumë ndërgjue spektrin opozitar, kundërshtar të qeverie, to hamëndësue naivisht që Kurti po ndryshon. O nuk ndryshon Kurti. Kurti në rronë veç taktika, qëllimin e ka të njetë, për dallim për këtyne ka plan. Pra, ajo flusë sapuni u shpërthye, tashmë mirë mëse pas shpresë të Vjosa Osmani. Për ma tepër, nga kabineti i presidentës, këto e kini të konfirmume, e di sakt, po thot kështu, jemi shumë keq, themi ka dim që me bon, e kemi humb lojën. Pra, këta kanë vepru pa plan, ka dalë me një mëngjes mirë. Vjosa e ka bon një dekret, për me shpërnë boku vendin, ka menu që lufta me Albin Kurtin është shumë e letë, e pikëtherë po me rangë. Pra as këta vetë se kam paramenduhe që vetë vendosja është kësi makinerie e cila arrin me ta përmbys situatën për një ditë dyrë favorin e vetë. Pse? Sepse kanë organizim,
kanë strukturë, pa dyshim të keqe, pa dyshim bëjnë keq, pa dyshim është një organizat e cila e ka specialitet propagandën e linqimin, për këta lipu po gati, që ky që shtua, që ky armika që ky. Por çfarë do të thotë, ku krisën raportet, sepse këtu vetë zonja Osmani po e pranon se data 28 është e bërë një farë forme për t'i ndihmuar kurtët. Vjosa Osmani, pas ka qenë e humbur, prej aty ka qenë për mund, paktën, e humbun edhe e thëjme me Albin Kurtin, prej takimit të Albin Kurtit me Memli Krasniqin edhe Abelar Tahirin. Prej aty ka nis Vjosa Osmani her pasere, me kritiku qeverin, kur thëjke po lumë bigjos me fatin e vendit. Po pse ka lidhe me PDK-n? Elementet tjera, sepse menoj që tashmë PDK-ja është elementi tjetër i kurtit për me arrit do qëllimin pushtet, të e përfshin edhe presidentin. Nuk ndodhi ajo. Vjosa u rikthye, po Albin Kurti nuk u rikthye mo. Pra kjo naivisht në fund kret, ka besu që të ja bon edhe do shërbimet vogla kurtit, që s'po dalim me qenë vogla, që është data e zgjedhjeve shumë tjera, të u bo pal me kërcnu kushtetusën. Ju kujtohet juve çështja e Llabanit. Dhe Llaban kishte kërkuar tani në rastin e masës përkohshme që të mos jetë pjesë e panelit të gjyqtarëve që vendosen. Ka gjithë verës vjetë që e lam pas, na kemi pas dilema rreth kushtetutos. Ndërkohë nëse kishte dalë Llabani, pas atij presionit Vjosës që e paralajmëroi si rrezik i sigurisë kombëtare, gjykata kushtetuese s'merr vendim. S'ka korum mo. Dhe kur jemi tek Mesin 6 gjyqtar aty. Vjosa Osmani i ka shërbyer dëshpërueshëm kurtit me shpresën që kjo ndërmend. Po për dallim të Vjosës, kurti ka plan. Ky këtë plan e ka thonë para 6 muaje me një dark të një bashkësie fetare, ku unë e di sakt që Vjosa nuk është në planin tem. Fare. Para 6 muaj kurti e dinte se Vjosa nuk është në planin e tij. Por ti ke besuar ndryshe Azrael, se para 2 javësh na ke thënë opsioni i fundit i kurtit do të jetë Vjosa. Po e them me vërtet, unë e thash jam tut dhe në fund. Heshtja e saj. Po kur me qyri në fund heshtja e saj. Nga shtima më mësue, po kur me qyri në fund ket, ma mirë të kish hesht dhe sa me folë si dje. E qartë, ndërkohë, a mund përpara se dalim tek Rexha, ka edhe një tjetër ndërheqje në Guxo, ka qenë antar i kryesisë qendrore të partisë Guxo, Kujtim Hajdaj, që ka njoftuar se ka vendosur të pezulloj për kohë të pacaktuar aktivitetin e tij politik brenda kësaj partie. Por a do të pozicionohet Peci? Ka të qenë i pozicionuar Peci. Unë e besoj që ajo është po mënej. Po, zotri Rexhaj. Nuk pajto ma Zdrenin se e humbur është Vjosa. Absolut, Sali. Humbur është në këtë lojë është, mbajeni mend, tash nuk zgjatë shumë tjesë që ka po flasim. I humbur është në këtë rast Albin Kurti. Arroje. Se Vjosa është mbrenda mandatit sajna. Ajo shkoja po shkojnë zgjedhje është tjetër. Albin Kurtin do të adamtoj aq sa i ka dërgu vota, parafarsisht aq do t'i tërhek mbrapa. Nuk është matematikë. Sepse i ka shërbyer deri ditën e fundit. Jo vetëm me 28 dhjetorin që e ka bërë për sipas dëshirës Kurtit, po dhe Glauko Njuftin e ka kandiduar në kundërshtim duke shkel kushtetutën, se Glauko është dashur me i dërgu aty 61 emra deputetëve të cilët e votojnë ajo si ka kërkuar. Edhe çka më e keqe, ai masi se nuk ka votu Glauku, ka dalë dhe ka sulmu në prag të zgjedhjeve, fushatët zgjedhore, opozitën e ka shpall fajtore nga konferenca për shtyp. Prandaj lojaliteti i Vjosës ndaj Kurtit nuk e dëmton Vjosën, e dëmton Kurtin. Absolut. Na kemi qenë. A e ka e shë që po ndodhë? Mos e rrenë që të problemi se opozita gjithë pe ka një alibi naive edhe në fund për ngullët. Këta o mirë me kriju e projekt politik. Me logarit në Vjosën, është sikur me hinë malë pas sakic. Vjosa është e djegme, u krypun asaj. Edhe mirë që o kështu. Kjo lejmë i mirë Kosovën. Sa ma pak njerë si Vjosa Osmani politik, aq ma mirë për vendin. Po kjo tem tjetër, ideja me kriju një platformë politike me mund Albin Kurtin. Me kësi naiv që besojnë që Kurti për një më konstruktiv e i jepshin komplimenta para një jave deputetet e kes, për bes në pas qatë. Do doja të kaloj edhe pak të zotri Rexha. Zotri Rexha një deklarat dje interesante ke zonjës Musliu, pra deputetës Ganimete Musliu, ajo tha se Osmani dhe Kurti me veprimet e tyre kam provokuar luftë civile. Ju duket e logjikshme, besoni se mund të ndodhë një gjë e tillë, duke marrë parasysh formën se si po shkon realisht momenti politik? Ja, nuk e kam para kur një luftë civile. Nëse s'ka mujtë Albin Kurti me shkaktu luftë civile, kur i qitë këta 20-30.000 njerëz me gure, me armë aty në rrugë, nuk besoj se vjen në asnjë shans Kosova nuk mundet me ardhi të lufta civile, se fundi fundit aty është
këfori dhe ai bonostili ata e marrin situatën dorë. Ja, nuk na hërgjen e aktivistave. Ka dëshirë edhe luftë civile, po more, problemi Po kush me këtë do të luftonte zotri Shala? Ne jemi shoqëni e vogël. Këtë dajë teze me zveti. Pikërisht da, a kështë luftu ti me dajtë tu për Albin Kurti nëse opozitën, kush do shkojë? Me një petal kishin një gjithë. Kto e ka të shlume. Pushteti merret me një gjendje të zakonshme. Platformën e tij politike kur e ka marrë por herë dytë Po edhe humbet me gjendje të jashtëzakonshme. Urno? Edhe humbet me gjendje të jashtëzakonshme. Edhe kanë me lëshu tash. Këta nuk e lëshojnë vendin pa bo diçka, pa bo eksis. As drena të flasim me radhë. Po, Rexhaj, më mendimi ju t'i plot. Falë Rexhaj, po, mendimi i plot atë. Po tash edhe s'di ku ke tash, na çut në luftë. Po, në fakt, treguat se nuk besoni se ka kushte dhe është një gjë e tillë e mundur, por realisht nëse shohim në atë formën se si krijohen situatat, besoni se ana shkalohet ideja se diçka e tillë mund të ndodhë, pra krijohen situata për interesa personale pa e marrë parasysh barrën kolektive që e bartin. Po qëre për një situatë me ardhë do të me qenë dy palë për mu konfrontu me zveti. Unë nuk besoj se ndodhë që ka dikush është interesum dikush që të merr armë dhe të sulmoj qeverin, apo qeveria të përdorë armë apo policinë dhe ushtrin kundër ndonjë proteste eventuale. Tash jemi në situatë që e vendos gjykata kushtetuese, na e dim, nuk dija ju kujtohet 2020-ën, ky pas premtuese nuk del nga zyra, se nuk e lëshon edhe pse u shkarku shkojnë në gjykatë kushtetuese, por besoni se një telefonat prej Bonstilit e ka qitë prej aty. Këto janë legjenda, Rexhaj, nuk kemi se se ka ndodhur kjo. Do shta për ju janë legjenda, unë e di se ka ndodhur. Për ndryshe a prit se me shku me të regzvar, me pru ata militantat aty, po nuk është aja, nuk funksionon ajo në Kosovë. Ai kur ti hub zgjedhjet edhe kam I hub, mbajmë ne tash po unë Azreni që tu jemi dhe kjo nuk zgjat. Mbrëmja të 4 muajve dhe të shtyjnë sa të munden me gjykatë kushtetuese zgjedhjet vijnë. Edhe nëse mendon ai se I bjen diasporën dhe prapi I manipulon, dhe të harron atë punë. Se diaspora një pjesë e madhe janë me Vjosa Osmanin, janë ish dekte dhe në ndekte LDK-s që të kanë përkra Vjosën, se e kanë pasur. Po sa e fuqishme është vetë LDK-ja në diasporë? Kush? Sa e fuqishme është vetë LDK-ja në diasporë? LDK-ja është shumë e fuqishme në diasporë, sepse janë ato këshillet e financimit, cilat kanë funksionu, janë ato, ka qenë partia me madhe, me degën, me në ndegë, edhe ata njerëz nuk votojnë individualisht, ata votojnë në familje. Dhe me siguri se, ndoshta ajo nuk mundet me të kalu Kurtin, po 60 me 40 nda, do t'i llogarisim edhe parti tjera. Përbesu nuk jam optimist I smut, po një farë, unë pesho lëvizjet e Albin Kurtit edhe qeverisë tina, njerëzve tina, absolutisht janë çakorduara. Jo keni pa për shembull për rastin e 24 hektarëve tokë. Ai thotë atje e tregon krejt me çdo hap se çysh ka ardhur te bartja e tokës, ai dele I thirrat të demantoni, ndërsa një nga që thirrët ai deputeti I ri që merret me kushtetut, ai dele thot po ja kemi dhënë tokën manastirit për me distancu këtë ministrin Rashisin prej listës serbe. Do me thonë këta nuk e din ma ku janë, nuk e din janë kaos të madh. E shihni se dorëheqjet vijnë njëna pas tjetrës. Unë nuk besoj pos gërvallës se ka me dikush nëse vjen dhe të zgjedhjet tjera se nuk shkon të Vjosa. Edhe Vjosa ka mu pozicionu, unë e kam pas vrejtjet mëdha, e kemi ditë kanë sa është në nështru para Kurtit, se ka vu interesin e vetë nacional, personal para interesit nacional. Se ka ndryshuar tash, Rexhaj? Po asaj kuj po I rrezikohet pozita, nuk ka marrëveshjet nuk kanë funksionu, Kurti ja ka kthy shpinën, normal se ajo është shumë histerik, jo e një Vjosën që është. Ju e dini çka I bani. Njëjtën gjatë që ja ka bo LDK-s, do t'ja boj edhe vetëvendosjes. Ndërsa seriozisht jam kundër kërcënimeve, se unë kam marrë vetë 1000 kërcënime. Për mua është rrejt për I Fisnik Ismailit vetëvendosjes se kam dhënu qika, jam I denu, ka 15 vjetë në Zvicër, akuza makabre. Këto kërcënime nga familja Geci
do t'i vinë edhe tjera, do të mësohet me këto, se ka hi mes tyne tash e shpallën, si ajo është lojë cilën e udhëheq. Mirë, kishte një reagim edhe nga zotri Geci në lidhje me çështjen. Kishte thonë Çfarë reagimi ai që çana diku prezantohet Bajraktari Drenicës që tërkusi vojvodi asaj. Ku që shtiret ajo enklava serbe aty afër Prishtinës. Mirë. Pak jashtë me dalën. Po ndalën njerëz në vetur, tha nuk jam tha nga Graçanica. Le të punë ashtu gjë. Ku do të vazhdoj rrugtimin e saj politik Vjosa Osmani? Mbrëm është organizuar një iftar nga një prej personave brenda LDK-s apo janë ndarësuar në LDK-s, nuk e di qartë se kush është personi, por megjithatë njerëz nga LDK u panë atë. Po i bie që po përgatitet terreni për të kthyer në LDK? Rexhaj? Po nëse LDK është e meqme, edhe din me funksionu, se ata kanë edhe ata marrin në rrugë, ju hyp mendoj se është rrugova gjallë, ata duhet të menajt me kravata, me pi macchiato e ju vinë vota. Nëse janë ata të mençëm i bashkohen gjithë, e kthejnë edhe Agim Veliun, i kthejnë gjithë pa kënaqur se me të vërtet nuk kanë pas arsye mi ndjek në atë mënyrë as pa dinjitetshme. Nëse dojnë mu rritë... Por a mund të ndodh bashkimi LDK dhe lista Guxo? Këto parashikime ka dhënë Valion Sylla dhe a mund tjetë kjo formula që mund ta mund kurten? Unë besoj se do të lidhen jo vetëm me listën Guxo, po aty është edhe Ramushi është ofru. Edhe okeja do t'jenë aty një blok i madh, edhe besoj se as Fatmir Lime nuk do ta lojnë anash, por koha që të mbledhet çdo votë. Për çdo votë do të luftohet shtëpi për shtëpi, lagje për lagje, nëse dojnë me fitu zgjedhjet. Për ndryshe, nuk besoj se janë as të çmendur sa të presin, se me të vërtet i kemi humbë 6 vite krejt kot, pa asnjë sukses, është koha që të kthehet Kosova në binar dhe të shkoj përpara dhe unë jam i sigurt se ka një racional. Edhe mbrana LDK-s nuk mund të daj atë digjiku ma me kokë të fort, me shëndru ato në parti personale, aty me marrë do përkras të vetë dhe se po shihet si nuk funksionon. Do të mbledhen gjithë ta krijojnë një shtab zgjedhor të neutral, t'i përkrahin gjithë ata që duan t'i ndihmojnë lidhjes demokratike dhe Kosovës, dhe besoj se janë mbush mend edhe ata, e kanë pasi nuk funksionon me Zotri Shala do ndalim pak tek çështja, po thotë një koment këtu po thotë se qëllimisht po interpretojnë gabim paragrafin 2 të nenit 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky paragraf po thotë është detyrues. Paragrafi 2 thotë zgjedhja do të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit aktual të presidentit. Këtyre që shvendos gjykata, për një me nuk jam juris, unë që të ditë jem interesu një pa ekspert e qeshtjas. Dyja palë, janë dy palë, disa që po thajnë dekreti... Po tani njerëz po e qesin, po e kontestojnë edhe mendimin e ekspertëve të qeshtjes, për në që pikë në orë. Ati, ma beti se hi unë se për atë punë janë njerëz që kanë kryer shkollë dhe një qeshtje. Dy palë, ku pa që disa po thonë, është dekret kushtetues i Vjosës, është në përputhje me kushtetutën, një pjesë po thojnë jo. Po çka me rëndësi? Në fund ka me vendosur gjykata, na se di mas njoni, unë se di për veti. Nuk më të thonë që ka drejt Vjosa ose s'ka drejt Vjosa. Dje ngova edhe Enver Hasanin, i kom ngu edhe palën argumentet e jënë gogja bindse, kuptimi shkencor fjalës, edhe besoj që një prej njerëzve, jo i vetëmi, por një prej njerëzve më të mirë këtë çështje. Por Hasani sot kishte deklaruar që gjykata mund vi në një përfundim që detyroj edhe deputet që ndrojnë në sallë. Jo, se ka deklaruar që shumë pronë politiko. Ajo është absurd. Ato e kualifikojnë me njerëz si të parëndësishme të pavlerë. Nuk mundet, ajo është e parëndësishme. Po çka tha Hasani për votat i marrin për menajnë sallë, nëse është në logjikën e zgjedhjes së votave është ata vendi i punës deputetëve është salla. 6 muaj deputeti ka drejt me net në për Prishtinë, ku do mos e shkojnë seancë. Mas 6 muaj pa operacion seancë, atëherë up mandatin. Kështu që ata kjo obligimi me qëndru në sallë është kot. Po që është kot e dëshmon edhe natyrisht edhe lista serbe, që shkojnë vetëm një ditë përpara se të skatin mandat. Nuk kam dilema, se këta kanë folë për korum, po geta nuk e din që o korumi. Korumi është 6.000 veta, më konë sallë. Ajo që përdojnë vendosja, që është absurd, është diktat, është shumic e kualifikume. Mirë, po për rastin e presidentit, kvorumi është 7 vjetë. Nuk mund është ti obligua, asë deputet, se nuk është shëshja prezentant fizike, a me votuën kuti manaj. Votën kuti, se nuk janë të atë votën kuti, kur dhe që numërohet rundit, cili rundit, i pari, i dyti, i treti, atër me automatizëm shkodë në zjedhe, që i bjen pra, nëse nuk votojnë, nuk ka lidhëve së prezencë në salë. Duhet votën kuti mu kanë. E kemi thonë edhe para një 4-5 dite. Pra, kush që shëmarë vendimin gjykata, në raport me këtë dekret Vjosës, nuk e di, po më rëndësio që prap e potencoj Hasani, që unë i besoj ka pak, ke fakti tjetër.
a gjykata mund me na quajë në zgjedhje për një send tjetër edhe, sepse e interpreton edhe apreton është e mundshme që 30 ditë shiafati ka kaluar. Pra nuk qënë në zgjedhje për shkak dekretit, po të thot, presidenti ka dështuar mu zgjedh, shkohet me automatizëm zgjedhje. Pra jemi me një fush të panjohur, pakën për mua, jo, po veç mingo ekspertat, të dyja palët po pretendojnë që kanë drejt. Ama unë që apo lexoj, zgjedhjet janë të pashmangshme. Dhe jo një palë, në fakt, sepse djesë ishte në studio dhe diskutua me panelin që sipas bindjes time ne do të kemi 2 palë zgjedhje këtë vet. Sepse kushdo që e bën qeverin, partia tjetër që mbetet jashtë doja votoj presidentin. Pra ky cikël është i rrezikshëm se se dim deri ku na çon. Që ky është kret problemi, se këta po çfarë do të prodhon rezultat. Në rastin më të mirë, opozita ose kjo opozitë sot që është, mas një palë zgjedhje që i bëjmë, supas zoti kemi në prill ose në maj, kanë me bërë qeverinë. Apo menon dikush që Albin Kurti ta jep votën për president, ta bën korumin. Saktë, do të kemi edhe një palë zgjedhje tjera. Na po jemi me një cikël krizash, sepse e kemi përballë një parti që all in, edhe e ka një plan me mërën ide aty, që o kreta o hiq, edhe e kemi këta që marrin çka t'ju ofrohet mundësia. Këta kanë ambicet vogla. Kënë ja kanë ngurtuar Albin Kurti ambiciat. Dhe kur jena të mundësitën, do doja ta hapi edhe pollin këto, por do ta bëj pyetjen juve paraprakisht, pastaj dal tek polli, kur jemi tek mundësitë, me këto lëvizje që po ndodhin politike për momentin, a sheh të mundur edhe afrimin e Vjosës në LDK? Nëse kemi 2 palë zgjedhje apo 1 palë zgjedhje të reja. Kjo është pyetja edhe për juve, pra mes të nderuar, në anën e djathtë ekranit tuaj keni një QR kod përmes të cilit mund të bëni pjesë të sondazhit, ku pyetja është e thjeshtë, apo kthehet Vjosa në LDK? Fjala për ty. Unë thashë një herë, në kabineti i Vjosës po thonë që nuk i kemi kurrësysh punët. Na ka hup topi. Si jemi kërka, jemi të përballë me një fushat që po na kthehet bumerang. Pra, është ka na bën dëm. Si jemi në element fare. Dhe çka shpëton Vjosën në këtë moment, pra? Vjosa tash, unë e menoj, kreç çka ka me bë Vjosa, se këta presin me kohë shpëtimtare opozitës, kjo është mendim naiv, kjo pritshmëri kot. Veç pak, mendim naiv që Vjosa të jetë shpëtimtare opozitës. Vjosa mos bëni egale. Okej. S'ka bisaj. Pra tana, Vjosa ka mu angazhue veç me arrit, me akomodue personin e saj, që i bjen, nuk habit na me bë një listë formalisht, që ka bo 2020-ën. Nëse se merë kretë gudzon prap, gjithmonë se kjo është edhe mundësi e hapën, por me galuë brenda një koalicioni parazgjedhor me LDK-n. Që kjo për mu është opcioni ma i mundshëm, por këtu ka një pengesë. Sepse janë 2 njerëz që kanë ego. Lumir Abdigjiku dhe Vjosa Osmani. A pranon ky i pari, mi avon dytës barcin e listës. Edhe e dyta a pranon, mu kone e dyta mas Abdigjikut, që është gogja për plasje edhe gogja të bërë. Brenda LDK-s e vërtetë. Ma shumë e përqan LDK-n, se sa që e ndihmon LDK-n. Dhe kush nuk pat ego me qëra fjalla, jo vetëm LDK, po ku do të shumë? Azreni be mboni unë president dhe rregulloj këtë çështje. E po, deri atëre bësh dhe ti me sherr Azrem. Ta besojmë këtë pozitë. Dalli prej tyne unë e duket vend. E kam seriozisht. Krejt pretendojnë para se mi marrë pozitat. Ja, bëj rrafsh. Jo, pretendoj, nuk e ndroj mendime përpara unë. Mendimet e mia i kom troq pas një interes financiar mbrapa. I thonë që menoj. Mirë, për qëtë ata që mund të heqin për një emrin e kene, Azrem Shala dhe... Kanë studio. Për fill është ardhëmën. Faleminderit shumë për këtë koment. Dua të shkoj te Regja, se dhe jemi drejt fundit, një koment për mbyllës. Po unë nuk jam jurist, po na krejt kohën e kemi po Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Glau Konjufca, të treta, njerëzit kryesor kanë thonë vazhdimisht, nëse nuk zgjedhet presidenti deri me datën 5, na shkojmë zgjedhje në prill. Do me thonë, ata e kanë thonë qështu. Unë të vetmit jurist që i besoj tash për tash që ma ka mbush mendjen, është ky zoti Gruda. Se çdo gjë që ju ka thonë, ai ka shku dhe vetën ku vend aty, kur dëshin me kandidu Glaukun, edhe ju ka tregu si nuk mundën i kështu, edhe deputet edhe ministra. Nuk funksionon kjo. Gjithmonë deri tash i kanë dalë. Po veç e ka votue verifikimin e mandatave, që i bjerë, apo kuptoni, denoncimin që e bëjnë e shkelin vetëbe, atë kohë shumë i qartë ligji për me verifiku mandatot, këta shkuën e votuën se ju leverdiske me inë paga. Apo kuptoni farë opozit kije. E me që ta po pretendon me mujtë Kurtina, që si janë gjendje kur gjo me ekmi vetës, me upin e rokë ma shumë. Pra ndaj u bëton, piktyno mirë me ekë do orë, këta si janë kishë, këta si egzistojnë në horizont. Sa i përket zotit Hasani, me të vërtet ai artikulon i shpjegon shumë mirë, është një farë mënyrë, është baba i kushtetutës. Po ai ka pas interesa personale të partijake, se vendimi i tij në vitin 2014
i ka ngatru situatat, nuk e ka pru një vendim të mirë. Po s'ka qeni vetëm në atë vendim, se nuk e merë vetëm kryetari gjykatës kushtetuese. Ajo një vot be, Sali, një vot. Na e dim aty që funksionon, nëse ai ka pas autoritet madh. Atëri ka folë si Albin Kurti, që kjo kritika e ti, mos e legjitimo kritikon. Vendimi ti ka qeni drejt se i takon të pari. Pa me atë vendim nuk ja ka mundësu, nëse i pari nuk donë me votu, apo nuk i ka votat, apo në do një mënyrë, atër me i kalu automatikisht dytit. E për ata kemi hup, na vjetë kemi hup, një 3 muaj verës i kemi hup, vëç për qatë mundësi me i kalu dytit. Edhe nuk mundshë me ka përcy dhejtë i dyti. E saj përketën e presidentit, cila është tem, gjithmonë edhe të ju e kom thonë, presidenti është hera e parë që po na qënë neve në zjedhje. Nuk na ka qenë, nuk ka qenë problem, nuk ka me qenë problem as në të ardhmen. Që kjo është dilema kushtetuese. Vetëm pak as drejt. Kjo dilema kushtetuese, Sali, a ka drejt? Se zgjedhjet e popullit nuk mund të quhet dikush që e zgjedh që e zgjedhin ato. Sa përfundoje. Po, përfundoje. Po. Sepse nëse opozita e krijon qeverinë, presidenti automatikisht i takon opozitës së ardhshme. Edhe ata nuk kanë asë një rrugë tjetër mos me votu kandidatin e vetë. Se opozita ju thotë, që ku i keni gjitha votat tona, 6, 3, 4, 5, asaj arrin, mbledheni edhe ju që thotë juët dhe na jo votojmë, as emnin nuk e dojmë, qitën i emnin në kuvend, qashtu funksionon. Edhe Albin Kurti me 51%, ka dartë mi marë 100% pushtetin, edhe ka mu da me 30%, bajeni me. Ka mu da me 30%, po? Keme pana. Që kjo ve problemi se po flasin në për studio njerës. Opozita po fillon mi besu kësa e rrenës vetë. Pra këta nuk janë ka mirë me realitetin, këta janë ka mirë me dëshirat. Pra dëshirat tyne, për mu konë që shtu, për një moment pju bon... Po dhe realisht sa po punojnë për një realitet të ri opozita, zëtëri Sholja, unë nuk përshën do një aksion kështu, një përbashkim me votuesit, një mbledhje, një diskutemi përbashkët qytetarë, pëse nuk pëndodhin gjëra tilla për opozitën, a nuk përpresin zgjedhjet hiç? Opozita jonë, s'u kuptoni sen, merë një pak në Gojshidil, në Shqipni, në Serbi. Çdo mandat të Ramos të ishe në Shqipni, kje ka një ministër 2 me korupcion, me akt akuzë të Besa Hamburg. Çdo pak zgjedhje e ka rritë votën. Ligjerimi antikorupcion, nuk është mjetë me rëzuar një pushtet si autoritar, që farosh i Ramos Shqipni, që farosh i Kurtit tu. Pra, ky pushtet rëzohet veç me aktivizëm, kuptimin e protestave, edhe me një projekt politik mbrapa. Këta nuk kanë as projekt, as aktivizëm. Këta po menojnë që do dëshira që i kanë, i shtyjnë ka pak si agenda në përsyre televizive, edhe kjo bëhet punë e marume, krijohet narracioni në afitojnë. Po, delë që s'pëtën, nuk o që ashtu, gabim, jo sidomos, 2021 këta e ka në betejnë me Kurtin, kur ka në thonë, lene se rëzohet vetë, dhe me që... Pra po thonë, ky ka projekte dhe plan, këta jonë qka del nesër dhe prejmë. Tu pa tu bon, njerës autoritarë si Kurti nuk i mundësh. Kush del në pozitë të dytë në proces zgjedhjeve? Se gara është midis LDK, PDK, nëse kjo sa shkon në LDK, i bie që LDK e te kalon PDK-n? Por bes nuk e ditash, menoj e parëndësishme, për më rëndësishme i dyti sa ka diferencë me të parin. Fiks, i pari sa ka me dytën? I pari me dytin sa diferenca, se që deli dytit, ta vozojmë një koalicion eventual, Vjosa, LDK-ja, AK-ja, me 25 deputet, PDK-ja, ETA me 24, kur gjas kam. Po nëse s'kan arrit me kryu një koalicion të madhë, për shuaj kushtimisht në shkurt, a besoni se kjo është momenti për një koalicion t'il? Këta ka një botë mundësi, në shkurt, me bo qeverinë opozitos, atëre këshim pas nashta këtë rrjedhë ma ndryshet problemeve, kish pas edhe prokurori ma pak çantazhume, mu marrë me arrestime, e mi ngrit aktakuza këtyne, për korupcione, por s'ka ndodhë. Por ka një marrëveshje së fundmi ndërshkruar me SPAK-u dhe prokurori speciale, kështu që... Nëse SPAK-u është i lirë, unë e isha konë shumë i relaksum. Nëse onë si në Shqipni, ne nuk e kemi një Altin Dumani këtu. Jo, në fakt, edhe Altin Dumani do t'jetë pjesë me sa e dion, a i ka... Po. Do t'jetë Altin Dumani... Ditë mirë avim për ne, unë ati burri i besaj. E qartë mund t'a dalim të kjo tim, por do doja të ndalim edhe njerë të kjo çështja e koalicionit Zotri Rexhaj, jo sikur e keni parapar krejt këtë situatë, sepse më kujtohet që nga muaji i shkurt keni qenë një lëbuesi madh i krijimit të një qeverie të opozitës, por duke marrë parasysh se keni qenë tillë në shkurt, çfarë mendoni për të ardhmen? A do ta bëjmë tash një koalicion të madh partitë opozitare, mbase edhe para zgjedhore? Po këtë dhuratë cilën ja u ka ofru Albin Kurti, se kur kush se ka prit mas 51% dhe që a i shkon zgjedhje mas 21 ditëve. Dhe më thonë
me shumicë absolute ai nuk është në gjendje me udhëheq 100% se opozita do ta shfrytëzojnë mirë. A besoni se edhe për krasit e Albin Kurtit janë lodhë? Edhe ata paguajnë biletat të aeroplanit, hupin kohë, e rrajnë shefin si janë smut atje, hupin punën, ku ta diun me marrë me votu, edhe kur japin votën, ai shkon edhe dështon mas 3 javë. Edhe unë tash e kam një gjuk kundër votuesve të Albin Kurtit, po me të vërtet mes 400.000 nuk janë të masa patru. Aty ka dhe njerëz që mendojnë në kokë të vet. Unë kam kontakt me shumë njerëz këtu, mas i ra qeveria, mas i nuk u zgjedh presidenti. Edhe ata s'dishin se çka i gjet, çka ndodhi, s'dia keni pa ka njerë është dielli, dita e mirë kur për një herë bjen një shi me bumbullim dhe i nxen shumicën e njerëzve pa çadra. Edhe ky në pikë ditës ka marrë thull dhe ka rxhu qeveri, ka shku në zgjedhje faktikisht, na jemi në zgjedhje, veç është në pyetje se kur mbahen ato. Edhe sa më shumë shtyhen, nuk i ka kalkulu Kurtit gjitha krejt rrethanat. Nëse lëshohet del fund të majt, merret një vendim për Hashim Thaçin e Kadri Veselit. Nëse del edhe Hashim Thaçi prej atje, me të vërtetë ndryshojnë formulat. Vjosa me LDK, Hashim Thaçi me PDK, plus Ramushi, Lima e gjithë të bëhen bashkë, krejt formulat që i ka para pa dikush, unë nuk jam i sigurt si ka para pa formula Albin Kurti, se vetë pamja ti aty në kuvend kur ullë, kur e pas Iran perdet. Pra ju shini të ardhmen e Thaçit në politikë, në qoftë se normalisht do të shpallet i pafajshëm? Absolutisht, ajo është lindur në vitin 1968, ajo është në formën më të mirë, pse mos u marr me politikë, sidomos në këtë situatë. Por i njëjti pa deklaruar se nuk do të merrem më me politikë, nëse ju kujtohet. Ka deklaruar në rrethana sa nuk ka shku në burg, sa ka qenë situata më stabile e Kosovës, në këto rrethana edhe me dashur apo për krasit e tij nuk e lënë anash, ai e merr çat barë për Sipri, sepse po them i ri është në moshën 68 vjeçare, sa për bjen. Jo, 68 vjeçar, jo. 58 vjeçar i bie. Po, sa për bjen, 58 vjeçare, dhe me thonë është çdo gjë, edhe në këtë situatë, me siguri se nuk rrin anash. Po dhe pa Hashim Thaçin, me Vjosa Osmanin në listë vetë, me LDK, me të gjithë bashkë, 100% e mundin Albin Kurtin, se janë lodhë njerë, se 6 vite s'ka kur gjo. Me qka duhet me dalë Albin Kurti? Tash edhe me rrënë se... Pëlqen bre zotri Shala. Po s'po pëlqen se po vazhdon amullia e një. Fajvish pak. Po zotri Reza. Asdrejni ka qenë mrenda vetëvendosis, edhe këta si kanë qenë mrenda vetëvendosis, e kanë frikën se ja din pushtetin sa e ke pa, sa e ka pas. Po një paralajmëroj, nuk e keni ide... Do të theme juve, por duhet ta përshëndesim zotri Rezën, kështu që një koment përmbyll zotri Reza, pastaj do duhet ta përshëndesim. Kur kemi dashur na janë nis luftë, na ishim pak si naive civil, me vetëm me ushtrit kryme, oficerët kemi pas shumë vështirë me i bindë. Se na thonin, ku e dini ju sa është ushtria e Jugosllavisë e fort na shkelin për 24 orë, po nuk doli ashtu. Ditën e mirë, faleminderit shumë. Faleminderit, Rezaj. Faleminderit shumë që ishe sot këtu për herë kënaqësi. Le të shohim bashkë që na sjell erdhmja politike. Azran? Por bes, po din, më vjen keq se tash Alija Izetbegoviqi i Bosnës e ka një shprehje të mirë. Ma shumë ju pëlqen njerëzve me ullon një rend omoll se një të vërtet illën. Këta se ka një idejnë me kanë të bëjnë. Unë bju ka thonë, gjdo levizje që ka bënë Albin Kurti. Problemin e kom që beson sa në gabime është i rrezikshëm, por gjdo levizje ka me plan. Sot po del, edhe me njerë, por 3 ditë u kriju narracioni që opozita dhe Vjosa jonë kundër Albin Kurtit. E katapultoj ku deshti. Plani pishkon deri në detaje. E këta po veprejnë aty për aty qyshive në mendje, të i besuë do iluzioneve që i shpikin ku qonë me njës në disponim. Nuk mundën kështu në lidet autoritar. Mos bënja hajgare me kësë ende. Vjen Hashim Thaçi, nësha i tjetëri vjen, nësha ky qetëri e mërgjumi, e nësha Albin Kurti për ndeshje me aksident. Ku i një njës bre? Qa për kalzoni? Po dhe fatin politik? Po ne pacin vjerë pushkën në fatin, se që ka unë ndohë, okej, pacin fat. Por ka pasur fatin e Kosova ndër tjera, se Rusia s'ka qenë kjo që është sot, në atë kohë kështu që ka edhe me fat, edhe kjo punë. Nuk ish dash mund njësa ashtu, fat është i mirë sa ardhën. Se ne athërin popull mushe për derë, ndalë të lepor, në regull je. Mushe për lepor, ndalë derë të hadreqi. Këta për mushe për lepor, pa e di që ka në pyjoll. Këta se ka një idejnë, be?
Fix. Mirë, ne kishëm hapur edhe një poll këtu në emisionin tonë, do ta shohim rezultatin, do ta komentojmë me zotrin Shalën dhe më pastaj do të dalim diku tjetër. Apo kthehet Vjosa Osmani në LDK, 68% e njerëzve që po na ndjekin mendojnë po dhe vetëm 32% mendojnë jo. Okej. Unë menoj që si këta që kthehet Vjosa në LDK, po pyetja që është, a kryen punë? Se që kthehet e parëndësishme, e rëndësishme a kryen punë. A ka me mujt? Po ti beson një lloj destabilizimit të brendshëm të LDK-s në rast të kthimit të Vjosës. Po, hajde po e rikuperoj kanë, por hir të kauzës, nëse kanë kauzë. Po. Çështja a kryen punë? E rëndësishme është çka provon. A kanë me mujt të Albin Kurtin? E që unë pikallëzoj sot, nëse që vazhdojnë me qësi veprime naive, kanë me arritë edhe më shumë. Keq më vjen. Mirë, faleminderit shumë Zotrin Shala për herë kënaqësi të kemi në program për të folur natyrisht për tretë të fundit në politik. Besoj që jemi gjatë javës. Besoj edhe unë. I sigurt bile jam. Faleminderit, shkputemi një sigël, kthehemi vetëm pas pak me një prej avokatëve më nderuar të programi që me qëra